Themi se ka përfunduar edhe numrimi për votat preferenciale këtu në qarkun e Shkodrës. Të gjitha akuzatët tashmë po bëjnë gati dokumentacionin përfundimtar, teksa komisionerët e qendrave të numrimit kanë filluar largimin nga qendrat e numrimit të votave, i cili ka zgjatur për rreth 2 ditë dhe duhet të thënë se fatmirësisht nuk është shënuar asnjë problematikë apo debate, probleme të tjera që kanë karakterizuar këtë zonë në të shkuarën. Pra, është një risi në fakt në të gjithë qarkun e Shkodrës që ka pasur një bashkëpunim dhe as pak debate, qoftë në mesin e përfaqësuesve politikë, por edhe komisionerëve, përfaqësues të forcave politike, pra të angazhuar në qendrat e votimit, në komisionet zonale të administrimit dhe të tjerë. Në të gjithë qarkun ka patur kontestime vetëm për 2 kuti të malësisë së madhe, të cilët sipas orientimeve që ka dhënë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve janë zhbllokuar dhe ka filluar numrimi normalisht. Ndërkohë që në qarkun e Shkodrës tashmë kur numrimi ka përfunduar, është pllakosur edhe rezultati, pra Partia Demokratike ka 5 mandate, Partia Socialiste 4 mandate dhe Partia Social-Demokrate e Tom Doshit ka 2 mandate. Ndërkohë që sa i përket rezultatit të zgjedhjeve, Partia Demokratike ka fituar në bashkitë Shkodër, bashkinë Puk dhe Fusharrës, ndërsa Partia Socialiste ka kryesuar vetëm në bashkinë e Malësisë së Madhe, ndërkohë që në Vaun e Dejës ka kryesuar Partia Social-Demokrate e Tom Doshit, e ndjekur nga Partia Demokratike e më tej Forcë e Tretë Partia Socialiste. Ndërkohë që emrat e kandidatëve, të cilët do të bëjnë pra edhe grupin parlamentar, edhe grupin e përfaqësuesve të parlamentarëve të qarkut të Shkodrës, janë si poshtë vijon. Për Partinë Demokratike, Luciano Boçi, Kliti Hoti, Greta Bërdeli, Ramadan Likaj, Bardh Spahia është nga lista e hapur, mbetet poshtë Vijës së Kuqe nga lista e hapur Ted Kopliku. Ndërkohë që nga Partia Socialiste janë 4 përfaqësues që do të jenë në parlament si përfaqësues të qarkut të Shkodrës, të cilët janë Mariana Koçeku, e cila ishte edhe kryesuese e listës, Onit Bejleri, Gjenis Qela, Bujar Rexha. Mbetet poshtë Vijës së Kuqe nga lista e hapur Edona Bilali, edhe pse kishte një shumicë dërmuese të votave. Ndërkohë në Shkodër nga Partia Social-Demokrate, ku janë 2 mandate si përfaqësues të këtij qarku në Kuvendin e Shqipërisë, do të jenë deri tani të paktën Tom Doshi dhe Sabina Jorgo, nëse nuk ka ndonjë marrëveshje për një përfaqësues tjetër nga Partia Social-Demokrate ose ndonjë tërheqje nga zonja Jorgo. Pra në listën e mbyllur të PSD-s mbeten pa mandat Osman Teta dhe Bledar Mezini. Kjo është e gjithë ajo çfarë tashmë kemi si rezultat i zgjedhjeve të 11 majit nga qarku i Shkodrës, ndërsa në Kukës kemi sërish një konfigurim të përfaqësuesve të këtij qarku në Kuvendin e Shqipërisë për legjislaturën e ardhshme, ku Partia Socialiste ka vetëm një mandat e cila do të përfaqësohet nga kryesuesi i kësaj liste Eduard Shalsi, ndërsa Partia Demokratike, e cila rezulton dhe fituese në këtë qark, do të përfaqësohet në Kuvendin e Shqipërisë si përfaqësues të qarkut të Kukësit me zotin Flamur Hoxha dhe zotin Shkelqim Shehu. Një numër të lartë të votash ka marrë edhe Isuf Qelaj, por nuk arriti të kapërcej pragun për marrjen e një mandati në Kuvendin e Shqipërisë. Faleminderit Armir për informacionet.